ndryshme, u bë kryetar parlamenti, u bë edhe president i Republikës, ka qenë ministër jashtëm, gjithashtu, pra nuk ka ngelur, po themi, post të cilin ai nuk e ka provuar, dhe në këtë drejtim kujtojnë ato videolojrat që kur arrije një mision të caktuar, mbusheshin ato kutizat me achievements në politikë. Kështu që të shohësh rënien e Metës është me të vërtet po themi e çuditshme se si një person që nisi me kaq forcë të dëshmuar në politikë përfundoi në një person që gati u harrua në një lloj kuptimi pas hekurave dhe që u degdis në rreth 8.000 vota në zgjedhjet e fundit. Madje që u arrestua për të drejtuar gjithmonë duke u referuar rezultatit preferencial të tij në lista A. Por tani ja vollën as ja vollën ky është. Madje është arrestuar duke u tërhequr zvarr. Edhe më kujtohet ajo shpulla kokës si ka ndënë një moment kur u tentoi të rezistonte. Pra dhe poshtrimi publik që ju bë për të treguar vendin, është më së i kuptueshëm që mesazhi ose simbolika e atij arrestimi ka qenë që kushdo është i prekshëm dhe kushdo nuk e ka marrë rolin e pushtetit që e rrethon. Por kjo është një çështje tjetër. Ajo që unë shikoj është që pjesa më e madhe e ekipit të tij, ose ish ekipit të tij, ka ikur ose në PD ose në PS. Dhe vetëm njerëz që i kanë ngelur janë Tedi Blushi dhe Risa Xhixho në kuptimin e politikës aktive dhe të mbështetjes aktive. Dhe ata kanë arsyet e veta për cilat ne nuk po i futemi. Ideja është që a vazhdon marrëveshja nëpërmjet Metës dhe Berishës, se duket sikur Berisha nuk e përmend më vazhdimsinë e fatit të Metës. Dhe si shikon ti, duke qenë se jo më larg se para 2 ditësh ke pasur një intervistë goxha të suksesshme me zotin Berisha, që për cilën meriton një bravo të madhe. Si ka qenë qëndrimi Berishës në raport, qoftë edhe me fatin e Metës, po qoftë edhe me fatin e opozitës, Xhoj? Marsit, raporti Berisha-Meta ka qenë gjithmonë një raport interesash dhe për mendimin tim asnjëherë një raport dashurie. Thënë këtë, kujtojmë që ka qenë Ilir Meta si kryeministër, ai që ka guxuar të çojë drejt qelis, qoftë për pak orë Sali Berishën, ishte Sali Berisha që e quante Metën Ilir Floriri, akuzonte për sa afera, për trafiqe, ku të diun se çfarë, po të shohësh deklaratat e tyre ndër vite, do thoje që këta njerëz nuk do bëshin kur bashkë. Aleanca Berisha-Meta ishte thjesht një aleancë politike që nisi mbi këto premisa, u zhvillua mbi këto premisa, dhe me siguri do të përfundoj mbi këto premisa, pra në saj të një lloj interesi ngushësisht politik përballë një armiku të përbashkët, duke përqafuar interesat përbashkëta kundër, po themi, majorancës, kryeministrit Rama dhe drejtësisë, të cilën të dy, po themi, e etiketojnë me nota jo fort pozitive dhe vulgare. Nuk besoj se Berisha e ka dashur ndonjëherë Ilir Metën, mendoj se e ka respektuar për një lloj domeni politik, për një lloj identiteti karakterial, por asgjë më shumë se kaq nuk do të më çuditste, sigur doktori do ta braktiste Metën. Madje Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Partia e Lirisë asnjëherë nuk janë pranuar as nga baza e Partisë Demokratike, i kanë parë gjithmonë si klientelistë dhe për të vërtetës LSI-ja ka qenë një parti nepotike, një parti interesash, një parti punësimi, por asnjëherë një parti me bindje ideologjike të forta. Për shembull, çka ka qenë një kauzë ideologjike që ti e mban mend nga Lëvizja Socialiste për Integrim. E vetmja kauzë e Lëvizjes Socialiste për Integrim është na jepni pushtet që të vi sa më pak era shtet. Ne të punsojmë sa më shumë e të zgjerohemi sa më shumë. Po. Dhe Marsit, këtë e tregon ajo që the edhe ti, që shumë njerëz të Ilir Metës janë bashkuar Partisë Socialiste, dhe pyetja është pse, nëse ishin kaq të afër me Metën, si u bashkuan me rivalin më të fortë të Metës, që është Edi Rama, dikur ka qenë një vartës i tij në qeverinë Meta. Kujtojmë edhe kulisat në dëm të Fatosnanës, pra nga një
Vartës, Edi Rama e dominojnë një lloj forme politikisht Metën dhe janë, po themi, tavolina komplet të kthyera dhe besoj se kjo e nxit edhe Metën që të mos dorëzohet, pra besoj se ka një lloj inati se si me një person që dikur e tallte edhe nëpër tavolina, nëse e kemi parë disa video që kanë qarkulluar në rrjetet sociale, Meta kishte një lloj dominimi jo vetëm të karakterit politik, por edhe socio-shoqëror. E shihnim që i bënte batuta, i thoshte ky se di është vetë se nga është, pra në çfarë raporti i qëndronte balanca ose disbalanca e pushtetit mes të dyre. Tashmë është një situatë krejt tjetër, por mendoj që Meta është në, po themi, pikën më të fundit politike të tij, a mund të rikthehet, besoj do të jetë shumë e vështirë, ka një proces gjyqësor përpara që, siç thash, është goxha i koklavitur, edhe përfshin një gamë të gjërë ku spaku dyshon që ka patur parregullsi. E drejtë, si e shikon fatin e Partisë Demokratike, duke qenë se në emisionin të në Breaking News në Top News Joy, ai deklaroi që mos prisni pasardhës nga unë, mos prisni, le ta themi, në një forme lëvizje elitash ose leadershipi drejtues brenda PD-s, dhe kjo në lloj forme u kuptua që Partia Demokratike tashmë fortifikohet rreth Berishës dhe i vetmi njeri që dominon aty është Berisha dhe askush nuk guxon të dalë kundër. Në këtë pikpamje, si e shikon të ardhmen politike të Partisë Demokratike në varësi të këtij qëndrimi të liderit të saj, edhe të kësaj heshtje që është në pjesëtarët e tjerë ose anëtarët të cilët janë kryetar, që janë edhe deputet të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë nga listat e mbyllura dhe nga listat e hapura? Shiko, Marsit, politika funksionon edhe si shkencat kompjuterike që njohin zeron dhe njishin. Pra, kalon rrym, s'kalon rrym. Pse them të? Politika një votën. Ke vota, s'ke vota. Dhe Sali Berisha duket që nuk ka ndërmend të bëj një lëvizje altruiste dhe besoj se është të drejtën e tij ta bëj diçka të tillë. Po? Në këtë logjik, besoj se Berisha ka një lloj të drejtë të thotë që për aq kohë sa unë jam mirë votuar i këtu nuk do të largohem. Po. Deklarata që bëri në program, po, kishte të bënte me një lloj mesazhi të koduar, të paktën siç e prita unë, mos kërkoni pasardhës nga Sali Berisha, ka disa kuptime. Në radhë të parë, eksperjenca e hidhur, besoj e pranuar ndonë se jo drejt për drejt nga Berisha me rastin Basha, pra ishte një eksperiment totalisht i dështuar. Së dyti, fakti që Berisha tregoi se mund ta merrte partinë në rrethanat më negative të mundshme, pra i shpallur non grata, i akuzuar nga spaku, me gjithë deputetët kundër, me Amerikën kundër, me Edi Ramën kundër, pra me çdo gjë arriti që po themi ta fus sërish PD nën diktatin e tij, duke marrë parasysh gjithë këto element, dhe në këtë drejtim besoj se mesazhi i Berishës është shumë i qartë. Nëse dikush mund ose mendon që mund, le ta provoj. Dhe në këtë drejtim kjo duhet vi si një lloj reflektimi tek personalitetet e Partisë Demokratike, tek deputetët, të gjithë ata që kanë një ambicie për qenë kryetar, që të formojnë, po themi, një grup votash që mund ta mposhtë Sali Berishën. A është kjo e thjeshtë? Nuk është absolutisht e thjeshtë. Historia flet vetëm në favor të Berishës, të paktën brenda asaj partie, duke filluar me Gramos Pashon, me Eduard Selamin, me, po themi, Azem Ajdarin që ka patur dikur edhe një qasje jo të ngjashme. Me Spartak Gjelën i cili bëri vencizimin, me Spartak Gjelën, me Bamir Topin, ndoshta me Arben Imamin që ka bërë gjithashtu një betejë ideologjike dhe të mirë. Po, fatkeqësisht asnjë nga këto përpjekje nuk kanë funksionuar. Përmendim dhe figura të tjera të cilat kanë tentuar që të sjellin qoftë dhe një lloj reformimi dhe asgjë nuk është bërë pa vullnetin e Berishës. Për shembull, gjëja e vetme
e një lloj hapje të Partisë Demokratike që në Kopi, që risolli partinë në pushtet, po ishte i gjithi një vullnet i Sali Berishës. Pastaj lista vazhdon me Ali Beajn, me Bashën, me çdo temë. Nëse analizon qetësisht, pavarësisht nëse dikush ka krijuar probleme për një lloj kohe brenda PD-s, në fundit finalja është gjithmonë e njëjtë. Berisha ka dominuar gjithçka. Tani, nëse deputetët s'janë dakord me këtë vizion Berishës, ose duhet të dalin përballë, ta kundërshtojnë, ose duhet të ikin edhe të formojnë një pol të tretë, cilin e kemi diskutuar shumë, po duket shumë i vështirë, ose duhet qepin gojën dhe të pranojnë leadershipin e tij. Avantazhi Berishës, legjitimimi Berishës është se në ditën më të keqe mori 500.000 vota. Dhe besoj se numrat janë të